Ti je pa shpirt, je pa shpirt, ti je pa shpirt, ti je pa shpirt. Unë nuk reagova, unë u emocionova që është ndryshe. Emocioni dhe reagimi janë dy gjëra ndryshe. Ban mu emocion, unë nuk ban me reagu. Kemi problem me termat. Brigena thot që emocioni dhe reagimi nuk janë e njëjta gjë. Unë thjesht thot u emocionova, nuk reagova. Lejohet mu emocionu, jo me reagu. Tani, megjithatë unë shikoj që në këtë bisedë është më rëndësishme për t'i thënë Rogertit që je pa shpirt se sa për thënë diçka të logjikshme në raport me sfidën. Vllai i madh çon një zarf atje dhe i thotë, shiko, këtu do ndodhin gjëra të çuditshme, do hyjnë, do dalin njerëz etj dhe ju nuk duhet të reagoni. Mirë po, dikush duhet t'ia thotë Brikenës që emocioni është reagim. Emocioni është reagim psikofizik i joti, i trupit dhe i mendjes tënde. Që do thotë, ne prekemi sepse na kujtohet për shkak një njeri që s'jeton më. Prekemi sepse shikojmë dikë që na ka marrë malli për ta pa. Prekemi se na kujtohet një histori që si ka. Po ashtu qeshim sepse dëgjojmë një barcalet ose shohim një situatë komike dhe prandaj qeshim. Pra, ne emocionohemi si për mirë, si për keq, si pasojë e një shkaku. Pra, duhet ndodh diçka që ne të na vi ky emocion. Praktikisht, emocioni është reakcion i trupit dhe i mendjes. Mirë po, mosdituria në terma tregon për formimin pak të cunguar të banorëve atje brenda dhe në këtë rast të Brikenës, e cila nuk di të dalloj ose nuk di të kuptoj që reakcioni apo emocioni është një reakcion. Shiko, ne kemi bërë vetë këtë lojë kur kemi qenë brenda shtëpisë Big Brother. Unë për shkak kam reaguar në 2 momente, e kam humbur dhe unë lojën. Kemi patur rënje të buxhetit edhe normalisht nuk po them, mund ta humbasësh lojën, mund ta humbasësh sfidën, mund të dorëzohesh në sfidë, por të paktën mos dil e paditur duke thënë që emocioni dhe reagimi janë dy gjëra të ndryshme. Jo. Emocioni është reagim dhe është më mirë të pranosh që e humbe sfidën se sa të thush një nonsens ose një gjë pa kuptim, siç e thot në video. Po këta kanë vështirë të thonë humba, okay, e humba sfidën. Vetëm si që të mos pranojnë që po dalin keq. Nuk del keq kështu jo. Madje del më mirë nëse pranon të vërtetën. E pranon, e humba. Po jo të thush që emocioni dhe reagimi janë dy gjëra të ndryshme. Se kështu del edhe më keq.